pra ne përmendëm disa raste, gocat shqiptare kanë krijuar tani imunitetin dhe gjithmonë më ka bërë përshtypje fakti që nuk kemi të njëjtin reagim nëse e njëjta temë flitet nga një grup vajzash që bëjnë podcast diku në një vend të largët të botës. Nuk e kemi fare. Kurse nëse e bëjnë vajzat shqiptare, po pse na duket kështu na? E di çfarë është e lezetshme që unë kam parë këtë gjën, për shembull një podcast, ai më erdhi tani Color Daddy, me atë dy goca, se harrova dhe emrin tani. Këtu në Shqipëri? Jo, është podcast i huaj. Është i huaj, është amerikan, po u bë fenomen. Dhe u bë fenomen edhe për pjesën e feminizmit dhe për pjesën e mbrojtjes së kauzës së femrave. Por ato flisin në mënyrë shumë të hapur, qoftë për eksperiencat e tyre seksuale, qoftë për marrëdhëniet, jo domosdoshmërisht thjesht eksperienca seksuale, po marrëdhëniet në përditshmëri dhe flisin në mënyrë shumë të hapur dhe për meshkujt. Dhe kur e njëjta gjë bëhet këtu, do të thënë janë po të njëjtat njerëz që e shohin atë emision dhe thonë e bravo, këto goca na duan, dhe kur shohin një gocë shqiptare që e bën këtë, thonë edhe këtu thonë bravo, po thonë bravo prindrit që të kanë rritur. Po, bravo prindrit që kanë rritur, po si jemi ne, nuk është Shqipëria për këto, tash. S'kemi arritur ne, nuk kemi europianizuar ai shumë. Pastaj do më hyn në BE. Tani çështja dëshirë është edhe ajo. Po e shoh këtë Call Her Daddy podcast. Me idenë se mos njihja ndonjë. Po i ta shoh pak se kam përshtypjen që e kam parë disa herë. Jo, në rrjetet sociale duhet më ke dal. Megjithatë, vazhdojmë edhe një herë me bisedën, sepse doja të pyesja ty tani për projektet e tua. Mua? Kujti bjerë regjizore nuk jam, se po ti je regjizore. Okej, shiko, kam bërë një film të shkurtër. Okej. Po është një film që është bërë për 48 orshin, që projekti 48 orshi është një festival filmi. Është një patent ndërkombëtare amerikane. Ktu e kam marrë, më duket e cila këtu është nga Robert Dragot. Yes, Robert Aliaj dhe drejtor ekzekutiv Edrin Koleka. Okej. Dhe duke qenë se e pash disa vite 48 orshin, nga që jam edhe punoj me Edrinin, ishte kështu, okay, pse mos ta provoj një herë. Domethënë ishte pak e vështirë edhe e çuditshme që si ta provoj unë kur kam 100 gjëra të tjera dhe punë për të bërë. Por ishte një eksperiencë shumë unike. Domethënë ti duhet bëje një film për 48 orë. Domethënë që nga momenti i parë ty duhet zgjidhje një kosh si ai Cineplexit, duhet zgjidhje një zhanër. Dhe mua më ra zhanri fantasy dhe climate film. Që është një nga zhanret më unë nuk e doja fare. Unë doja dramë. Është e thjeshtë. Është plus drama, lëvdesin, gjë aty qajt. Po klimën si ta bësh film? Fix pra. Mund ta bëja edhe vetëm njërën nga të dyja ose të dyja bashkë. Domethënë ishte zgjedhja ime se si do e bëja. Dhe në atë moment nuk kisha as skenar, s'kisha as aktor, s'kisha as gjë. Por para se të bëj 48 orë kisha kontaktuar shoqen time Claudia Brahimaj, që është skenaristja dhe producentja Luli Gërri Lemes. Claudia. Shumë të falë. Dhe i thashë, shiko, unë kam këtë gjën, i thash. A e merr përsipër të më shkruar skenarin? Po, tha. Okej, thash unë, po, ta dish, zhanri hidhet në orën 7, unë në orën 10 të darkës, se në 7 mesditë hidhet, unë dua të filloj xhirimet. Dhe i thash, unë kam vetëm kaq mundësi. Kisha një magazin, kisha aktor Brarendi që ka qenë te Snobi, një nga aktorët e tjerë Piro Qirio që ka qenë te Snobi, Altea Lazaj, po ashtu, domethënë i kisha bërë këta aktorët, kaq kisha, edhe dy të tjerë më të vegjël që ishin sporadik. Dhe thash, un kaq kam këtë magazinën dhe këta. Kam edhe kostumografin, prap shokun tim Altin Lala. Edhe isha shumë okay. Dhe po tha do ta bëj. E shoha bi komedi, tha ajo. Se normalisht ajo ka qef komedin. Unë isha shoha bi dram dhe kurara fantazia. Ajo që s'doni. Po. Dhe gjithashtu 48 orë që ka diçka që ti duhet të bësh një fjali që e ke pjesë aty dhe duhet të përdorësh një mjet që ta japin. Që në rastin tonë kishim një vizore atë vit, dhe fjalia ishte që më shumë po na vjen emigrant. Çdo ditë më shumë po na vjen emigrant. Dhe ti nëse nuk i përdorje këto, do të thoshte që ti mund të kesh manipuluar projektin dhe ti e ke bërë atë në 2022 si film, ndërkohë që po e hedh tek një projekt 2024. Pra ajo duhet si një provë vërtetësie që është bërë brenda atyre 48 orëve. Një plan i Tiranës, domethënë që mund ta përfshije kudo. Mjafton të ishte gazet, mund të bëjmë plan droni, çfarë do lloj gjëje.
Dhe Klaudia ma bëri skenarin në orën 11, jo në 10. Dhe shkuam dhe xhiruam për 48 orë pa gjumë, literalisht pa gjumë, pa asgjë, si është Red Bull, pi Red Bull aty. Dhe pasi mbaruam xhirimet, shkojmë në studio që ta montonim filmin dhe një nga montazherët i cili erdhi dhe gjatë gjithë kohës së xhirimit donte të flinte gjumë në atë moment. Dhe tha, unë po iki çik, tha. Mirë, thash unë, mua aty më fika automati. Thash si iku ky se s'do ka porën. Dhe në atë moment mora një montazher tjetër koleg, Olsin, Olsi Viero, dhe ai erdhi direkt në 5:30 të mëngjesit. Dhe ai ndërkohë kishte edhe një film tjetër të 48 orëshi, që po e montonte gjithë natën dhe pastaj erdhi tek mua që ta montonim. Dhe e kapëm orarin në fund, po e kapëm. Po ishte shumë adrenalinë dhe unë me vërtet që pas asaj u kam thënë gjithë që kanë dëshirë që bëjeni. Është një gjë që ti e sfidon veten maksimalisht, po është edhe një gjë shumë e bukur. Po e di që mund ta provojmë ne. Jo vetëm që kapët orarin, por edhe çmimin.